Burg të përjetshëm për Lupço Palevskin, Velibor Manev, Vlatko Keshishev, Bore Videvskin, të cilët u shpallën fajtor për grabitjen dhe vrasjen e Vanja Gjorqevskas dhe Panqe Zhezhoskit, kurse babai i Vanjas Aleksandar Gjorqevski i akuzuar për ndihmë në grabitje u shpalli pafajshëm. Shpenzimet gjyqësore për të duhet të mbulohen nga shteti. Prokuroria e Lëndës Ana Stojković paralajmëroi ankesë për lirimin e Aleksandar Gjorqevskit. Kur bëhet fjalë për Aleksandar Gjorqevskin edhe krahas asaj që gjykata vendosi që të mos arsyetoj qëndrimin e tij, për ne është e qartë se vetëm prindërit e kanë ditur se vajza Adit do të shkojë vetëm në shkollë. Dy nga të akuzuarit dëshmuan se pikërisht babai e ka ndarë informacionin përmes Palevskit. Pa atë info, nuk do të vinte deri te kidnapimi. Avokati Gjorqevskit Vladimir Tufekqić kërkoi nga institucionet hetuese, Byroja për Siguri Publike dhe inspektorët policor të këtij rasti të japin përgjigje për çështjet kryesore të hetimit dhe pyet se përse ka qenë e rëndësishme me çdo kusht në hetim të përfshihet klienti i tij. A është bërë defokus edhe atë në mënyrë të vetëdijshme me përfshirjen e Gjorqevskit, për atë që duhet të jetë e lëndë e vërtetë e hetimit. Në seancë është thënë se që nga viti 2022 janë bërë lista për kidnapim dhe vrasje njerëzish. Me qëllim realizimin e këtij plani, këta njerëz kanë ngërryer gropa. Mbrojtja e Palevskit ankohet se gjykata nuk ka marrë parasysh asnjë provë të tyre. Ky cirk mbaroi ashtu siç filloi. Vendimi nuk mban, e gjithë akuza është rishikuar në të, pa asnjë provë të vetme. Nuk është marrë parasysh asnjë provë mbrojtjes. Avokati i Bore Videvskit Bojan Manev u shpreh se si akuza e prokurorisë ashtu edhe vendimi i gjykatës ishin konfuze. Nëse e dëgjuat vendimin, kishte dy fakte jo pak të rëndësishme. Gjykata i liroi nga grabitja e Zhezhovskit, atëherë si e vran pa e grabitur. Aktakuza është konfuze, njëjtë edhe vendimi, i cili thot se vrasja ka ndodhur në ora 10, kurse e gjithë Maqedonia e ka parë videon se ai është gjallë në ora 12 në pompën e benzinës. Igor Efremov, avokati Vlatko Keshishev, tha se për klientin e tij nuk është marrë parasysh se ka qenë pikërisht ai që ka treguar për vendodhjen e trupave të pajet. Gjykata nuk i ka marrë parasysh të rrethanat e lehtësuese që janë, se trupat nuk do të gjendeshin asnjëherë nëse nuk do i tregonte ai, kurse vlerësojmë se gjykata nuk e ka marrë parasysh se i njëjti ka qenë në frikë dhe ka vepruar në urdhra të Palevskit. Gjithashtu gjykata vendosi që 4 të akuzuarit të mbeten në paraburgim, kurse Gjorqevski të lirohet nga masa e arrestit shtëpiak. Vanja Gjorqevska dhe Panqe Zhezhoski ishin denoncuar si të zhdukur më 27 dhe 24 nëntor, kurse më 3 dhjetor 2023 u gjetën të vdekur në afërsi të Shkupit dhe Velesit.